Nëntmujor i këtij viti ka shënuar një ulje të ndjeshme të shitblerjeve të apartamenteve në qytetin e Fierit. Sipas agjentëve imobiliar, kjo situatë ka ardhur kryesisht nga rritja e çmimit në mënyrë të palogjikshme, krahasuar me një vit më parë. 2024 ka pasur çmime, le të themi, standarde, midis 750, 800, diçka edhe më pak, dhe shumica e shitjeve që janë bërë gjatë 2024-s kanë qenë shitje me kredit. Ndërkohë, në 2025-ën, shifrat, nëse do t'i krahasoj me 2024-ën, po themi deri në një të njëjtën periudhë të 2024-s, mund t'ishte bërë dyfishi. Një nga faktorët e rënjes ndjeshme ose stopimit të shitjeve janë shitësit, me vendosjen e çmimeve të pa justifikueshme në gjykimin ton. Çmimet e ofruara tani nga shitësit arrin shifrat 900 deri në 1000 euro metri katror. Duke patur parasysh blerësit potencial të apartamenteve në Fier dhe faktin se tashmë bankat nuk financojnë më kredi me vlerë 100% të pronës, agjentja imobiliare u bën një apel shitësve të apartamenteve, duke i orientuar edhe se sa duhet të jetë çmimi real i apartamenteve në qytetin e Fierit. Trendi i Fierit ose pjesa blerëse, dërmuese në Fier janë pikërisht çiftet e reja me blerje me kredi bankare. Në Fier duhet jetë çmimi 700-750 euro metri katror, që t'jetë edhe i përballueshëm për palën blerëse, për shtresën që ne kemi kërkesa dhe janë ata real blerësit. Zonat më të preferuara në Fier dhe që kanë edhe çmimet më të larta të apartamenteve janë lagjet Apolonia dhe Kastrioti.